Po fillimisht më jepi një mendim se edhe sot atje u pan ato ndasit. Kurti ishte me krahun e Blenit, kurse Rama me BDI. Unë tani nuk e di, shpesh të ndasit tona kanë qenë edhe historikisht të theksuara, por mendoj që përveç atyre kryenetësive, po bojnë edhe show shumë kohë e fundit. Nuk e di tani për çfarë arsye është për të mirë popullit apo për të mirë të vetes tyre, por mendoj që mbi gjitha në politikë ekziston ajo formula plus një mandat. Domethënë gjithmonë është kjo që në politikë të arrihet ajo dhe ndasit janë mëdha, përgjithsisht paktën edhe në opinion po shihen, mendoj ose i përgatitur opinioni, megjithatë politika ka një qëllim vetin, arritjen e synimeve të tyre, të njerëzve të caktuar, të klikave të caktuara, por sidoqoftë sa mi të gjëra për shqiptarët ka pak rezultate zoti Balla, në përgjithësi historikisht them që sidomos kohëve të fundit po shihen veprimet që dëmtojnë rënd mendoj në kohën e globalizmit tani, sepse nuk jemi në atë kohën kur ne kemi me kryenetësi, kemi qëndruar ose kemi bërë punë për inat të hasmi që e quajmë ne. Tani ka ardhur koha që hasmi më i madh jemi i shqiptarit po del se është vetvetja. Kjo është pikpamja ime në këtë drejtim. Show-t unë nuk i kam shumë për qefi, me rëndësi është të bëhen punë, veprime që do të kontribojnë në hegemonizimin tonë kombëtar, në arritje në shtyrjen e proceseve tona kombëtare dhe në mirëqenien tonë kombëtare. Profesor, po kalon gjysma e vitit, por a ka ndryshuar diçka nga qeverisja e re në Maqedoni për shqiptarët? Ju, për të ndarur tek çështja e rientrimit të popullit para 3 vitesh, që parashikuar ndoshta po saktësisht atë që BDI-a po thot tani ka pas një marrëveshje për regjistrimin atëherë. Ju e keni thënë 3 vite më parë, duke luajtur me statusin e rezidentit duke përjashtuar shqiptarët të diasporës. Unë asgjë nuk shoh ndonjë lulëzim sa i përket çështjes shqiptare, çështjes kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Po ndodhin të njëjtat akurbacione vazhdimisht, sikur të ketë një, mu më duket sikur është e gjitha në teatrin e kukullave, po tani nuk e di cili është ai mjeshtri që e heq penjet. Zakonisht mendoj dhe kam thënë shpesh, fatkeqësisht zoti Balla po dalin gjitha ato që i them unë në vazhdimsi. Sa herë që kredibiliteti dikujt po bie, po shfaqen mutacione të reja që shajnë njëri tjetrin, çdo mutant është më i zhvilluar se tjetri, e shah atë që është mbi 20 vjet, edhe përgjithsisht po del në fund që gjithë rrotullohen rreth mjeshtrit në teatrin e kukullave. Domethënë i shërbejnë një situate për interesa personale, individuale, por ja që ne kemi sot boshatisje të madhe të vendeve tona, sidomos në rajonin e Kërçovës, në rajonin e Pollogut, në rajonin e Strugës, po edhe në Shkup ka filluar një dyndje masovike shqiptarëve dhe e kam thënë edhe më herët që po të vazhdojnë këto politika pa strategji të mirëfillta kombëtare, ne shumë shpejt, ndoshta për një gjysmë shekulli nuk do të kemi më as histori, as gjuhë, as asgjë, nëse vazhdojnë gjërat në këtë drejtim. Dhe kjo është e dhimbshme. Unë nuk jam kritikues absolutisht, jam një intelektual kështu që shet gjërat me pasivitet, nuk marr pjesë për ndërtimin e proceseve politike sepse kam mision punë tjetër, por mbi gjitha kam drejt të gjykoj, jo të paragjykoj, të gjykoj mbi veprimet veprimtarinë shoqërore politike, sepse ne edhe si intelektual duhet marrim pjesë në atë që është më mirë për kombin ton, edhe mendoj se gjërat janë në një udhë pa udhë, ta quaj kështu. Sa i përket regjistrimit, shpesh herë, ndoshta kjo është e 4 herë që e them edhe publikisht, nga 1900-a, Basia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut i ka ato defteret e vet që i quajnë, ato fletoret ku ne
me që në Maqedoni jemi 100% musliman, ta them kështu mund të ketë një përqindje të vogël që jetojnë në Shkup ose këndej andej të ardhur nga Malizi ose po përgjithsisht popullata shqiptare në Maqedoninë e Veriut është 100% muslimane dhe ne paguajmë hoxhallëk ta quaj kështu, jemi të detyruar ta paguajmë edhe atë jo përmes llogarive bankare, shpesh herë kam kërkuar më jepni llogari bankare, patjetër duhet të ketë llogari bankare, askush nuk e jep. Japin ca fletushka kështu, edhe prandaj ndodhen ato që ndodhen, po e them edhe vazhdimisht, nga 1900 ka Basia Fetare Islame di çdo familje shqiptare në Maqedoninë e Veriut sa shqiptar janë sepse merr taksat që paguajmë ne, domethënë. Po nuk e pagove përbes nuk vinë as ta lanë gjenazën, derisa ta shlyesh borxhin e prapambetur për 5 vjet ose ku disi. Kur nuk doli kjo Basi Fetare Islame, që e ka edhe për detyrë kombëtare, të thotë se në Maqedoni ka mbi 1.200.000 musliman. Tani nëse ka mbi 1.200.000 musliman, si është e mundur që numri shqiptarëve të jetë 600.000? Do thotë 600.000 tjerë që kanë jo shqiptar, nuk është e vërtetë, zoti Balla. Shkupi në 84 ka qenë qyteti më i madh me shqiptar. Do thotë pastaj ka ardhur Tirana e Prishtina. Mbi 500.000 shqiptarë janë llogaritur me rrethin. Ku janë ato shqiptarë sot? Rajoni Pollogut ka mbi 200.000 shqiptarë. Kërçova, do thotë Struga, Kumanova, Ori, Velezi. Si është e mundur që të ketë as 550.000, 600.000 shqiptarë me këto numra. Kërçova në regjistrimin e fundit në vitin para fundit 2001, edhe regjistrimin e 2022-shit për 26.000 shqiptarëve është kurrë në 16.000 shqiptarë. Ku shkuan 10.000 shqiptarë? Ku janë ato 10.000 shqiptarë? Do thënë janë ca gjëra që unë nuk i kuptoj. Nëse kur e kam pyetur Stalinin, po e vrave një njeri, çfarë do thotë është, çfarë është ajo, çfarë nuk kupton ajo, thonë krimi më i madh. Po i vrave miliona njerëz, ato statistikë. Do me thënë, ne shqiptarët po kthehemi në statistikë pastër politike, që shërben vetëm për politikë.